tash bëhen 33 vite që punoj në një spital të fëmijëve si motër medicinale e fëmijëve. Brenda 3 muajve më është njoftur atje profesioni 1993 nga atëherë punoj si motër në të njëjtën klinikë të fëmijëve. Do thotë në farë mënyrë keni shkuar me profesion dhe jeni gjendur shumë shpejt jeni ratu edhe me punën në këtë rast. Faktikisht unë këtu kam studiu mjekësim, s'kam mujt me përfundu në përgjithësi. E shkollën e mesme pa ta kryet mjekësi, e kam pas kryet mjekësi si pediatri dhe tanaj me shkollët mesme jam punësu atje edhe kam betur ashtu. S'ka ngel peng? Studimet për fatkeq kanë betur vetëm ondra, pa përfundu. Pa përfundu. Nuk të është dhënë mundësia, apo thjesht jeta e ka marrë kohën e vetë dhe nuk është se ke gjetur kohë apo mundësi për të vazhdu studimet. Edhe të kam betë peng që nuk i ke përfundu? Nga njëherë ne e duam atë që nuk mund të realizohet, se jeta i ka aty drejtimet e veta, valët e veta që deshtëm ne, së deshtëm na orienton në atë drejtim. Kam metë peng, thonë drejten, që shumë herë më kanë thënë edhe fëmija, atë që unë nuk e kam krye kërkoj të fëmija mi. Por ka desh zoti ata kanë bo studimet i kanë krye. Edhe për një farë mënyre ma kanë plotësu dëshirën që unë se kam mujt me arrit, ata e kanë arrit. Po, përmes një lloj pasqyrimi tek fëmijët. Kanë zgjedhur ndonjëri prej tyre profesionin e mjekësisë? Vajza ka zgjedhur profesionin drejtim të mjekësisë, djemt jo. Kjo besoj të ka gëzu, sa do pak... Normal. Një farë mënyrë më ka dhënë forcë edhe më jep që besa përsëri forcë, komunikoj me zveti shumë, diskutoj me zveti shumë, normal për ato për ditëshmëri, smundjet për ditëshmëri që ajon, aja jep mendimin e vetë, unë jep mendimin tim, po me gjithat e gjejmë atë pikën e përbashkët. Vjen shumë mirë. Mu më intereson pak të di si kanë qenë fillimet për ty në punë, të e marë parasysh që ke qenë e ardhura, nuk është se i presin edhe shumë mirë njerëzit që vinë nga shtetet e tjera, ashtë për pak nga Kosova që ndonjëherë din deri sfundmi ka pasur një reputacion shumë të mirë. Është një ndryshim shumë i madh i dekadave, kur i krahasoj atëherë dhe sot. Në tërë qytetin kur kam dalë, kam kërkuar dikën të ta ndëgjoj një fjalë shqip atje, por nuk kam dëgjuar kërkon një fjalë shqip që ka fol dikush. Tash kur dal, duhet me pas kujdes se çka po flas. Se më dëgjojnë dhe të kuptojnë, a? Se i 2 person të kupton shqip. Po. Ka ndryshuar shumë sa i përket jetës time personale atje, kemi pas peripeti shumë të mëdha, po fal edukatës familjare, the mas pari, fal edukatës në shkollë që kemi marrë, në studimet që kemi marrë, kemi ditë atje mu sjell edhe mu gjendë shumë mirë. Fillimi si fillim ka qenë shumë i vështirë, thash edhe më herët, kemi luftuar shpesh herë me vetë vetën, është dashur shpesh të heshtësh, edhe pse nuk ke desht me hesht, se nuk ke di ta shprehësh atë që ti don ta thuash, por koha nga dardalje bën të vetën, e kam rrethin, e kam ambientin atje që me të vërtetën përkrahin, kam respekt, të dy anshëm kemi respekte, po kanë respekt edhe për mua, edhe rrethi edhe shoqëria. Po janë ndjenë ndonjëherë e diskriminuar apo thjesht të është bërë ndonjë padrejtësi, pikërisht vetëm pse ke qenë nga Kosova? Thonë të drejtën jo. Thonë të drejtën jo. Na kanë jep shumë mundësi, nuk e di. Ndoshta edhe gaboj gjermanët janë një popull shumë social, që nëse vetëm me duart kuptojnë çka ti ke dashur me thonë, edhe kur s'ke ditë me thonë, edhe kemi gjetë mbështetje shumë të madhe.